Sistemi shëndetësor publik në vend vazhdon të përballet me vështirësi të shumta që ndikojnë drejt për drejt në cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve. Në raportin vjetor të vitit 2025, avokati i popullit evidentoi një sër problematika që lidhen me aksesin, organizimin dhe standardet e trajtimit të institucioneve shëndetësore. Sipas raportit, qytetarët hasin pabarazi reale në marrjen e shërbimit shëndetësor, ndërsa mungesat në personel, barna dhe infrastrukturë vijojnë të rëndojnë situatën në spitalet publike. Dokumenti nënvizon se në shumë raste ekziston standarde të ndryshme të trajtimit të shoqëruara me radhë të gjata. Sipas raportit, qytetarët hasin pabarazi reale në marrjen e shërbimit shëndetësor, ndërsa mungesa në personel, barna dhe infrastrukturë vijon të rëndojë situatën në spitalet publike. Dokumenti nënvizon se në shumë raste ekzistojnë standarde të ndryshme trajtimi të shoqëruara në radhë të gjata dhe mangësi organizative që kufizojnë aksesin normal të pacientëve. Një nga shqetësimet kryesore të ngritura lidhet me mungesën e barnave dhe vështirësitë për siguruar diagnozë të avancuar dhe trajtim të specializuar, sidomos për pacientët me sëmundje të rënda apo patologji të rralla. Sipas avokatit të popullit, këto mangësi cënojnë ushtrimin real të së drejtës por kujdes shëndetësor. Avokati i popullit thekson se problemet nuk janë raste të izoluara, por mangësi të përsëritura në të gjithë sistemin shëndetësor. Si shembull, përmendet dhe monitorimi i kryer në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, ku janë konstatuar burokraci, pritje të gjata për pacientët, mungesë barnash dhe aksesi kufizuar në pajisje moderne diagnostikuese. Institucioni kërkon ndërhyrje më të fortë në përmirësimin e organizimit të sistemit, shtimin e investimeve dhe garantimin e një shërbimi të barabartë e cilësor për të gjithë qytetarët.